Përshëndetje për shikuesit e televizionit Syri. Sonte në emisionin bashkë me Sali Sefën kam të ftuar një bashkëbisedues që i përket brezit të sakrificës dhe qendresës. Qysh në moshën 17 vjeçare ishte i përjashtuar nga shkolla, i burgosur disa herë. Njeri që u dënua dhe mbajti burg. Njeri i cili në të gjithë jetën e tij veproi, punoi për çështjen kombëtare. Ishte veprimtar i LPK-s, ishte njeri që krijoi edhe bazat e para të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Është detyruar që edhe pas burgut mos të qëndrojë në shtëpinë e tij, por të largohet në mërgim, sepse disa herë ka nosur për arrestim. Hakim Orina është një ndër kandidatët për deputet Partia Demokratike e Kosovës dhe ishte i profesuar nga Mërgata. Kështu që sonte kam kënaqësinë, nderin që me mua të jetë Hakim Orina. Mirë se erdhe Hakim në televizionin Syri. Është kënaqësi që të takohemi edhe kështu, por edhe të bisedojmë tamam sikur në odat e burrave. Natyrisht, bashkëbisedimi del më i natyrshëm sigurisht se sa Hakim, format. Tash me 28 dhjetor u mbajtën në zgjedhjet 2025 do të thotë në Kosovë. Rezultatet i dim, por ti si ish kandidat për deputet, a ka pas gjithëherë këso gjërash që të vidhet shtëpia njëri me tjetrin? Po, dyshime ka patur në kaluar. Unë për vete dyshimin e parë kam kriju kur kandidoha në 2021, kur në një vend votim. U zbulua marrja, heqja, po që më quhet e 20 votave, mia personale. Po nuk besova informacioni që ishte e paqëllimshme dhe më kërkua më lut që mos krijoj precedent, mos krijoj problem për shkak të 40 votave, dhe unë e besova dhe e kalova. Dhe ashtu dhe pritova të merrem shumë me procedurat, ankimimit e tjera. Është lehtë Haki për më bëjë gjithë ato? Po, përderisa ky sistem nuk garanton kontroll të rreth edhe të numërimit të votave brenda partisë, atëherë është normale që një ditë do të shpërthej një skandali informosë që ka përthej Si është e mundur që një kandidati për të deputet deri në 7.000 vota mi ja marrë, mi ja që dikuj tjetër, apo ku shkojnë tani ato? Ja se sistemi njëherë bon numërimi votave të partive. Aty normal që secili vrajton, interesohet ta shohë se mos po i billën votat e partisë tij. Dhe kjo siguron ose se garanton në mënyrë korrektësi numërimit votave. Mos vjedhje ose mos manipulime. Por duke qenë se secila parti, brenda për brenda, lejon deformime për të realizuar qëllimet caktuar të klonëve brenda partive, atëherë është kriju vetvetim një marrëveshje heshtur që asnjëri mos e kontrollojë të tjetrin, sepse s'ka mos rrezikohet me partia e tij. Se çka bën ti me deputet tu, është problemi yt, që më intereson. Mjafton që ti mos më kontrollon mua që dhe unë bëj seleksionimin e kuadrën brenda partisë nëpërmes manipulimit të votave, dëmtimit njërit e avantazhimit tjetrit. Një që të sigurohet ajo klientela e brendshme që i garanton fuqi brenda për brenda partisë, liderit apo dikujt atje që që është nkryte të klonëve për grupë brenda për brenda. A cenohet kështu vota e qytetarit? Si? A cenohet, a dëmtohet kështu vetë? Sigurisht që dëmtohet cilësia, pavarësisht të brenda për brenda partisë. Sepse duke qenë unë e ti bashkë në një
listë kandidatësh, dhe nivelli im është shumë e lartë, kontributi im është shumë, performanca ime është shumë e lartë, sakrifica për partiu më amove. Dhe tash ti merr, unë s'marr, që edhe më tonë automatikisht cilësinë një parti. Me njerë fillon... Po, tash mungesa e cilësisë në parti ose në grupe parlamentare në parlament, nuk garanton cilësi punimesh dhe vendimesh në parlament. Ka pasoja shumë të rënda. Nuk janë dosë baraz vlerëshme me pasojat ku vjedhët një parti tjetër. Po prapë indirekt dëpsohet shumë kualiteti i qeverisës në vend. Kemi dy gjëra. Kemi komisionerët edhe kemi kandidatët për deputet. A mos ka këtu edhe këtu ndonjë farë? Po sigurisht që ato dash ndërlidhja, ato mënyra se si realizohet në praktik është shumë lajshme, sigurisht që ata që e praktikojnë e dinë ma mirë, s'kanë sigurisht edhe përvojë dhe studiojnë ato forma, që unë nuk ka ra mi studiu, po dije që ajo përmes komisionerëve shkon. Sigurisht aty edhe lunë edhe parja, me siguri. Edhe ajo mund të lunë. E qartë. Se jo rasisht disa njerë nga këto procese politike dalin më të pasur, më Kosova njët në rajon si ndër vendet më të mira që ka organizuar zgjedhjet. Por kësaj radhe si duket është ka ra ai mendim se me këtu vërtet është bë një cenim i vetë zgjedhjeve. Andaj a ka ligja, a dënohen këto, sankcionohen me ligja, si do të shkon kjo, se sot sa unë u informova ka dhe të burgosur prej komisionerëve mjaft shumë. Sigurisht ka pas burgosur, në të kalumë, në zgjedhje, atëherë, sa mbaj mendu, nuk ka qenë çështja tek vjedhët brenda partisë, vjedhja e shtëpisë vetë, por tek vjedhët ndaj të tjerëve, po kanë qenë vjedhje me përmosa minimale, në krahasim, megjithatë janë dënuar njerëzit sa ka informacione, deri me 2 vjet sa diunë. A është koordinim apo koordinim? Këto thash që vjedhjet e brenda partisë me shtëpisë vetë bën me koordinim. Se qoftë ai i hertur, qoftë edhe i pahertur me fjalë, por rëndësi ka që aty ku ka heshtje dhe nuk ka ankesa dhe duket në sipërfaqe sikur nuk ka probleme, siç është rasti me Kosovën, zakonisht janë probleme më të mëdha. Se përshtypja ka qenë që Shqipëri po vjen për shkak të zhurmës që krijojnë ata ankesave tjera, por në fakt vjedhjet më të mëdha po dihet se si e çfarë forme ka ndodhur në Kosovë. Edhe veç edhe pak në këtë tim, ashtu kështu na jemi dëvonuar ose të stërvonuar me zgjedhjen e institucioneve, pse pari i patëm një kohë 9 muaj, 10 muaj prej zgjedhjeve të kaluara, tash në vend që sa më shpejt të krijohet institucionet e shtetit, tash edhe kjo na dul që do të vazhdoj edhe disa ditë derisa të bëhet certifikimi i rezultateve. Sepse pa u bërë regjistrimi certifikimi i rezultateve nuk mund të krijohet. A do të vonohemi edhe pak? Po, se harrova të them që për vjedhje votash edhe për mbarvajtje të numërimit votave përgjegjës kryesor shteti, me mekanikën e tij. Kush është përgjegjës kryesor? Shteti duhet të gjejë formën që të mos lejon të vjedhje. Edhe kjo ka mundur të bëhet shumë më herët. Po përderisa shteti krijohet prej këtyre partive politike dhe ai si shtet ka hesht. Sepse secili ka pas interes. KQZ-ja apo shteti? KQZ-ja krijohet prej partive politike. Qartë. Vetëm kryetari emërohet direkt prej presidentit. Po dhe presidentja ose presidenti sigurisht i zgjedhën prej dikujt varet prej partive politike, sepse ato kanë zgjedhur aty. Kështu që edhe ajo ose ai ka lejuar të kalumën veprime të tilla, ose i ka heshtur. Në këtë rast dikujt ju ka prish interesi në kuptimin dhe ka shpërthy qoftë për notë, qoftë për një motiv tjetër dhe edhe ka arrit qëllimin që të bëhet rinumërimi i votave brenda partive.
Po se kalum kjo këtë procedurat e zgjedhjeve ose krijimit të institucioneve. Sigurisht që ato duhet të respektohen. Rreziku i madh është që të tejkalon dhe të krijon situata të vështira për shkak se ne punë të më të rëndësishme lëm fundit gjithmonë. E punë më të rëndësishme se sa krijimi i institucioneve të shtetit nuk ka. Tashti është një problem që ka të bëjë me zgjedhjen e presidentës. Haki, tonë jetën ja keni kushtu çështjes kombëtare. Po? Më intereson edhe kisha dashur ta marr opinionin tuaj. Tash kemi rezultatet të zgjedhjeve të partijake. Kemi një fitues bindës me 51%. Po. Që edhe vetë me minoritetet mund ta krijoj qeverinë. Sa do të ishte e shëndetshme një qeveri jo shumë stabile për sfidat që na presin. A është më mirë që partia fituese ta marrë me veti edhe njërin nga partitë që landon ajo? Po, qeveria egoiste është e domshme për interesat e vendit. Një parti që fiton 51% vota, nëse nuk arrin të krijojë institucione, tregon ose egoizmi, siç e thash, mall partijak, ose pafësi, mungesë elokuencë, mungesë largpamësie, që në instancë fundit është e domshme për interesat e vendit. Albin Kurti, kandidati për kryeministër, ka të gjitha mundësi që të krijojë një qeveri. Ka të gjitha mundësi. Edhe, domethënë shumë përfshirëse, pa ju rreziku fuqia e tij personale, sepse i ka vota në parlament, derisa ki vota në parlamenti dhe gjysmën ose 90% në qeverisë me pas të partive tjera nuk rrezikohet interesi i vendit, jo se jo, pas i partisë vetë. Përkundrazi edhe mund të shtohet. Vendi i tij do të bëja kështu. Është problemi i tij se si vepron. Deri tash ai nuk ka tregu gatishmëri mjaftuese që bëjë lëshime të tilla që do të ishin të dobishme për interesin e shtetit tonë. Por ta shohim tash para se gjithash mendoj edhe ju e vlerësuat se institucionet ekzekutive mund të krijohen shpejt, me ose pa ndonjë parti tjetër, por e kemi edhe një kërkesë tjetër tash, që kemi zgjedhjen e presidentës apo presidentes që vije shumë shpejt. Me këto vota që ka, me deputetet me numrat që i ka, prap do të duhi që edhe ndonjë parti tjetër që të votoj, sepse na duhen të edhe marrëveshje politike për bashkëqeverisje me koalicion qeverisë prej partive politike do të lehtëson të shumë zgjedhjen e presidentit ose presidentes së vendit dhe për këtë arsye është e domosdoshme që ai në këtë drejtim të rezonojë dhe të reflektojë në mënyrë që të mos i pengojë proceset politike në Kosovë. Besoj që këta kryeministri duhet normal ta kuptoj, edhe pse shpeshherë më ka befasuar me pafësinë e tij për të analizuar situatat dhe për marrë vendime caktuar, por ka raste që ka bërë veprime që ai ka llogaritur dhe ashtu i ka dalë se do t'i rrit votat sepse ka lidhje me populizëm kjo çështje. Shpeshherë kjo ngurtësi e tina duket në rast parë ngurtësi, po në fund del që është populizëm dhe rritja votave tregon që ai nuk i ka bërë pa vedi e këto gjëra. Mirë, po gjithmonë kungulli thonë nuk është mbi ujë dhe ai nuk do të rrezikojë se tek e fundit nuk ka gjë më të rëndësishme se shteti, nëse ai ka vetëm minimumin e vedijes, për rëndësinë e madhe që ka
pavarësia, stabiliteti i shtetit tonë, në migji i saj në vëren ndërkombëtar, ai do të bëjë lëshimet, thoshta edhe nevojshme për të qetësuar situatën jo aq stabile në Kosovë. A do të kemi president apo zgjedhje? Unë besoj më shumë variantën që do të ketë president. A do të ketë presion? Partitë opozitare nuk vrej që kanë ndonjë interes në përsëritjen e zgjedhjeve. Të paktën jo me këtë stil veprimi që kanë, të paktën jo me këtë gjendje që kanë. Vetëm qofse Albin Kurti prap beson që mund të rritet në mundësinë e zgjedhjeve të reja, por që nuk do t'i falem megjithatë, sepse për disa përqindje më tepër nuk ja vlen të krijosh gjendje të zgjedhjeve serike që ngarkojnë. A mos do të vijmë në një gjendje të përsëritet e kaluara që të kemi ndonjë zarf? E kaluara për zgjedhjen e presidentes. Në të kaluarën nuk ka pas ndonjë problem. Ka qenë një po zarfi atëherë, po fuqia atëhershme amerikane në Kosovë, për shkak të mungesës së BV-s, ka qenë e madhe. Edhe sot, sikur të mos ishte BV, nuk do të kishin kriju këto probleme, sepse do të ndërmjetësonte faktorin ndërkombëtar, do të zgjidhte me shpejtësi këto ngërshje politike, por tashti nuk e besoj që do të ketë situata të tilla, vetëm qofse Albini sheh në nevojë shumë të madhe për përmirësim të raporteve me ndërkombëtarët, gjithësisht Amerikës dhe Evropës, do ta aktroj sikur unë jam për bashkëpunim me ta, dhe t'i kërkoj atyre ndihmë, për ndryshe nuk shon ndonjë shkak ose arsye që ai bëj lejoj zarfa në Kosovë. A ke edhe diçka? Ju keni qenë kandidat nga Mërgata për deputet të Parlamentit të Republikës të Kosovës. Normalisht nuk keni fitu. Jo. Sepse Hakim Orina është një figurë e njohur në Mërgat, por Hakim Orina ndoshta e njeh rrethi vet atje, por jo të tjerë. Kështu që në start je i damtuar. Sistemi zgjedhor, a mendoni se është më mirë që Mërgata t'i ketë përfaqësues të vet, që ndoshta edhe të bëhet numri i rezervuar për një grup parlamentar nga Mërgata, që Mërgata ta votoj Mërgatën. Dhe mendoj se po ashtu do të ishte shumë më profitabile për Kosovën, sepse do të ketë një lidhje direkte përmes përfaqësuesve të Mërgatës direkt në Parlamentin e Kosovës. Kështu që pse nuk merret ky mësim nga shtetet tjera që i kemi për shembull Kroacinë? Përfaqësimi i diasporës përmes një grupi ose statusit veçantë përfaqësimit të saj në parlament mund bëhet vetëm ndryshime kushtetuese, po duan partitë i bojnë votat dhe bojnë ndryshimin, gjë që do të ishte shumë dobipruese, dobishme. Por kjo varet për interesat partive. Ta shohim, unë kur kandidova atëherë mendova që pavarësisht ligjit kushtetutës, Partia Demokratike, po parti tjera mund bëjnë veprime që e plotësojnë këtë mungesë në kushtetutë. Ta zonë ata morën një vendim që 3 kandidat të diasporës të jenë brenda grupit fitues. Dhe kjo do të mund të arrijë me lobim, me vedisim të elektoratit për nevojën e madhe që ka që 3 deputet jenë nga diaspora, edhe pse ajo nuk parashikohet përmes ligjeve. Mirë, për praktik doli që ajo ishte vetëm premtim dhe jo më shumë. A ka fitu do njerin nga Mërgata
tash për tash pa marrë parasysh partitë politike në Kosovë? Po Partia Demokratike ka kandidu 2 apo 3 deputet nga Mërgata kësaj herë. Po, a kanë fitu? Po, nuk kanë fitu asnjë. Dhe pak ose as pak kanë shansa për fitore. Për shkak të situatave dhe rrethonave që gjendet sot Mërgata, vetëm vendosja ka mundësi që me votat të diasporës të zgjedhë 1 apo 2 deputet. Partitë tjera nuk kanë elektorat për të realizuar qoftë. Edhe nëse jipen komplet kandidat diasporës nga ona e votuesën nga diaspora. Sepse ta thonë me 5.000 vota të diasporës që ka PDK s'ka shansë zgjedhë një kandidat nga diaspora. S'ka më tepër vota. ABB-ja për shkak të numrit të madh vota që kanë diaspora mund të realizojë këtë nëse dëshiron, nuk e di se sa kandidat saj kanë nga diaspora kanë fitu. Nuk kam letu mirë listën e deputetëve të tyre, por tani për tani ekziston ajo mundësi që brenda në Kosovë e para nga diaspora të kandidohen personalitete me vlera larta, edhe partia ka fuqi ndikuese për të bindur elektoratin e saj mbi baza parimore për vlerat e atij kandidati. Edhe sigurisht që elektorati do të analizojë dhe do të vendosë pozitivisht në kërkesën e partisë për përfaqësuar diasporën. Haki, jeni autori shumë librave dhe njiheni si një krijues që e thot fjalën direkt dhe ato që ashtu si mendon ashtu dhe thot. Është vërtet sot kemi shumë çka për të thënë, por për hir të shumë arsyeve tjera po mundohemi që ta zbutimi edhe fjalorin, të zbutimi edhe temat, sepse kemi shumë çka para vetes. Unë kam menduar dhe besoj se kam të drejtë që duke i lexuar shumë artikuj tuaj, kam pas se keni shkruar edhe për gjykatën speciale, për krerët të UÇK-s që janë atje. Çfarë mendimi keni edhe sot për krijimin e saj? A duhej patjetër që të krijohet gjykata speciale? Nëse po, pse? Nëse jo, pse? Ose çka do të kishte ndodhur, po nëse nuk i kishte krijuar vetë Parlamenti i Kosovës? Po, në periudhë të jetës time morë me shkrime, me bëtim librash, sejt në vepra me publicistik, poezi kryesisht dhe analiza politike, biografi. Kam shkruar një pjesë të biografisë time, sepse nuk isha mundësi më shumë. Ajo duhet të bëj seri librash. Kjo, por në mënyrë pa ndërprerë përmes rrjeteve sociale në publikuar mendimet e mia për situatat politike në vend dhe jashtë vendit, ku kam shprehur mendimet e mia dhe ndjehem mirë që në shumicën për rasteve parashikimet e mia kanë qenë të sakta, se Facebooki ti kujton shpeshherë dhe kam vërejtur që s'kam nevojë për ndryshime të qëndrimeve që i kam pasur atëherë. Kjo ka ndodhur për shkak të ndjekjes së një vije parimore, pa interesa politike partijake të ngushta, edhe natyrisht që mundësia për me dalë i saktë është shumë më madhe se sa kur ti, shkruan ti sipas interesit ditor të partisë apo grupeve të caktuara. Krimi i gjykatës speciale ka qenë veprim i pashmangshëm në periudhën kur ka ndodhur. Shumë vendime po të zvarriteshin dhe të priteshin ose të kalonte një kohë edhe mund të kapërcenin. Mirë po
domi që shkaktohet, nëse ti nuk vepron në momentin kur kërkohet është i madh ose të paktën i paparashikueshëm. Dhe ti me interesat e vend nuk guxon të rrezikosh e të shtysh proceset cilat më vonë pastaj kthehen bumerang. Dihet që në parim asnjë gjykatë e huaj ose qoftë në thojza vendore, por e imponuar nuk mund të jetë pozitive, po ishte një kërkesë ndërkombëtare e cila nëse nuk do të aprovojë, do të kishte shumë reperkusione politike ndonë të interesave të Kosovës. Shumë e qartë. Kemi shumë njerëz që kanë mendu që është bani gabim, tjerët e thojnë të tjetrën, por edhe unë ndaj mendimin me ju sepse ajo ka qenë një domosdoshmëri. Por si kërkesë primare ka qenë të krijohet gjykate speciale për një arsye, e ashtu quajtura shtëpia e verdhë. Edhe nga ona ime profesionale e kam ditë se kjo është një shpifje, një shpikje që don ta njollos ushtrisë shërimtare të Kosovës. Por pasi që ajo nuk zori vend në akt akuz, pse atëherë të ekzistoj, ose pse të vazhdoj kjo gjykatë speciale? Shiko, në momentin kur morë ky vendim nuk është parashiku edhe s'ka se si të parashikohen çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Në qoftë se Parlamenti i Kosovës do të kishte një përbërje tjetër, pa këtë përbërje që është kryesisht anti-UÇK, e cila nuk është përpoq hapur urrëtitjen e saj ndaj UÇK-s, por indirekte ka interesa. Për shkak se partitë politike identifikohen me simbole, situata të caktuara, dhe ato mbi bazën e saj krijojnë një marrë, krijojnë fuqi politike e tjera. Interesi i partive të ashtu quajtura jo të luftës, sidomos e vetëvendosjes, është që të zbehet roli i UÇK-s më së pari, po sidomos i kreve tyne që janë kryet asaj force politike e cila mund të rrezikojë në garën elektorale për pushtet. Që ky interes i ngushtë partijak i bën ata mos mu angazhu për zbatimin e parimeve dhe rregullave e tjera të funksionimit të gjykatës speciale. Edhe ka ndodhur se Parlamenti i Kosovës sot mund merr vendim për zbërjen e saj. Le mo ajo që mos bëj presion për shumë deformime që po ndodhen atje. Paktën të mos lejimin e cënimit drejta e lirisë njerëzore, themelore, që ju ka ndodhur, po ju ndodhin aty atje në burg. Ta kem parasysh po bën më shumë se 5 vite që ata janë të burgosur. Dhe shumë dëshmi që është për mu absurde e nivelit vet, janë marrë edhe nga Serbia, nga shërbimet sekrete serbe. Janë marrë edhe shumë dëshmitar të cilët unë i quaj ata të paftyrët, të cilët ju mbulohet fytyra kur flasin, dhe dihet se aty ka gjithçka, po jo drejtësi. Mendoni se ende ka shpresë për drejtësi? Ata është ditur për mu që do të marrin material dhe dëshmi nga sistemi gjyqësor i Serbisë kryesisht, edhe në një sistem i brendshëm në Kosovë, që është kriju si rezultat edhe i rivaliteteve politike më hershme pas luftës, dhe të krijoj një akt akuz të gjerë me shumë dëshmitar, natyrisht dëshmitar të rrejshëm. Asë njëni për dëshmitarë deri tani shumë nuk njih. Për interesat, ngushta e tjera, për motive nga më të ndryshme, dhe është kriju kjo situatë që është kriju. Qëndrimi 5 vjeçar ka mund pengohet për Parlamentin e Kosovës. Kjo stërgjatje e madhe
është një padrejsi e drejt për drejt ndaj të akuzumëve. Sepse nuk kanë nevojë të kalojnë 5 vjetë për të dëshmuar është një organizatë, si është e organizatë, si është një lider. Kjo temë do të analizohet dhe të falenderoj për pyetjen sepse është tepër e rëndësishme për interesat e shtetit Kosovës. Dënimi tyne eventual, e kam thënë në për statusë, zbej shumë imigjin e Kosovës në kontekstin ndërkombëtar. Si një shtet i krijuar pa baza reale të ndërtimit, krijimit saj. Ose jep mundësi që Shërbisë që vazhdimisht bëj kërkesa, ankesa për mosnjohjen e saj, sepse është një vendim gjyqësor. Jo rastisht njerëz që shkojnë gjyq për me dëshmu papajtësi. Do se kjo po ndërlihet tash me pyetjen e krijimit të gjykatës speciale, kur krijohen shumë faktor që kërkojnë dëshmimin e papajtësisë, pavarësisht se sa e pajtor, e vetmja gjë që mund të ndalë gjithë ato sulme është gjykata. Në këtë kuptim ka qenë pozitive, sepse gjykata përfundimisht janë mbyll gojën gjithë atyre që shpipin. Natyrisht edhe Amerikës e Evropës i ka konvenuar një gjykatë ku në tavolina diplomatike me kundërshtarët politik tyre që janë bloku lindor e aziatik ta kanë dëshmi edhe vendimet gjykatës. Kanë bërë që edhe ata ta pranojnë dhe ta krijojnë. Edhe e kanë bërë domosdoshme krijimin e asaj gjykate. Prandaj, domethënë, aktualizimi i kësaj teme, protestat, krimet, intervistat e tjera do të fokusohen shumë sepse vendi gjendet në një moment jashtëzakonisht kritik sa i përket imazhit saj ndërkombëtar. Pasojat dihet çfarë. Nëse kemi një verdikt jo të mirë, atëherë imazhi i Kosovës do të bie shumë. Sigurisht, që Serbia është interesuar përveç mos lejimin e stabilizimit dhe të finalizimit përfundimtar të statusit të Kosovës, është interesuar në radhë të parë që historinë e vet përballë botës ta paraqesë si histori jo agresive, jo pushtuese. Vetmja mënyrë është që përmes liderëve të saj ta shpallë UÇK-n terrorist. Po dënohet këtu disa individ, po dënohet pikërisht justifikimet janë kuptohet sepse askush nuk mund ta thotë hapur një qëllim të keq siç është ky, po gjithmonë në këto raste përdoren justifikime, arsyetime, se nuk ka asnjë logjik që një organizatë qeverimtare t'i ketë në krye terroristat. Dikush thotë që ata s'kanë qenë krye tjera, ka kontestime të shumta. Ata akuzohen, përderisa akuzohen që janë udhëheqësit e Ushtrisë Ligjore të Kosovës, ne ata kontimbrojmë, sepse mbrojmë Kosovën. Me sakt se zinxhir komandues ka qenë edhe shumë vështirë, atëherë se ne kemi pas një ushtri shërimtare, por jo të rregull sikur ushtrit normale. Andaj edhe ka qenë vështirë. Por e marrim edhe një mendim hipotetik. Është shumë e çuditshme kreator i krejt kësaj dhe votimit në Parlamentin Evropian ka qenë Dick Marty. Në fund u zbulua edhe një atentat i cili ishte planifikuar nga shërbimet sekrete serbe për atentat ndaj Dick Marty. A mund të më thuash ku qëndron logjika këtu kur një njeri i cili më së tepërmi e ka ndihmuar dhe e ka
direkt e ka ndihmuar Serbinë edhe në fund ta vras vetë, ku është logjika këtu? Logjika është parimi i eliminimit dëshmitarëve. Nëse ke po filma mafjat, bashkëpunëtorët më të ngushtë që i dinë gjërat, që kanë shërbyer dhe kanë marrë pjesë drejt për drejt në shumë. Do të thotë që po frika mos zbulohet, po sepse mundësia që dikmorti një ditë të tregonte të vërtetën dhe nxjerrte në shesh krejt atë obstruksionizëm politik e diplomatik të Serbisë dhe të Rusisë, unë mendoj që e ka shkaktuar idenë që ai të eliminohet, edhe ka pas tentativa të tilla, aq sa shteti zvizran në detyru të siguroj lëvizje normale në vendin e vet, në një vend demokratik. Rusia ka fuqi të madhe për të realizuar qëllime të tilla dhe Serbia. A mos ishte edhe një thik tjetër me dy ti, sepse asnjë arsye Serbia nuk ka pas për ta eliminoj dikmortin, por ta bëj që të mbetet shqiptarëve, sepse mos shqiptarët po hakmirë. Unë mendoj që e para ka qenë se këto ka shumë dobi për një veprimi të caktuar, siç është veprimi i tillë, që edhe të i faqësohet njëjtën kohë, po edhe ta eliminoj mundësinë e zbulimit krejt asaj që ka ndodhur, po të dyja bashkë mendoj që kanë qenë arsyet që kanë ndodhur kjo situatë. Është një fat i mirë që u zbulua kjo, sepse do t'i mbetej dikuj tjetër që e ka kryer veprimin, edhe do t'i mbetet një gjujtje dy zogj, thuhet. Një erame me dy drame, thyshin. Kthehemi edhe një herë te krerët OÇK-s. I keni vizituar ndonjëherë gjatë kësaj periudhe? Jo, nuk kam bërë asnjë vizitë në Hag, për shumë arsye, një prej tyre është edhe gjendja ekonomike. Dhe kam tentuar një të bëj fillim një kërkesë përmes internetit, po nuk dija mirë, atë sistem nuk funksiononte, nuk ma pranonte sistemi atë kërkesë. Më vonë kam pas biseda shpesh me shok për të shkuar, po unë mendoj që për ta është e rëndësishme mbrojtja e drejtës tyre, që për një proces drejt gjyqësor, për shlimet nga burgu. Domthonë ka forma ndryshme të përkrajes, po përkraja për mua më e madhe është të ndihmon në praktikë, jo të shkohet në vizitë mos bëhet asnjë gjë. Unë edhe kur e kam pas kryetar, më thashë partisë, unë me mujtë të tërë nuk kam shku me dhonë ku fara raporti, çka kam vepruar praktik. Bile kanë shku tjerë të kanë raportu punën time si punë tyre. Pse? Se unë se më pas qëllimi që ti hinë hatër ati. Qëllimi më pas që të rres forcën politike me veprime konkrete në teren. E jo të realizoj qëllime personale përmes fuqisë tina. Në këtë unë edhe për natyre jam i tillë, që kur e shoh që tjerë po vrapojnë drejt një, unë e lëm krejt. Kjo është... Kam pas fatin që të takoj, të bisedoj edhe me disa personalitetet të cilët kanë qenë në burgun e Hagës dhe tregojnë për burrërinë, tregojnë për qëndrimet e tyre të shumë të mira atje brenda. Bile thuhet tamam se po mos ishte formuar kjo gjykatë, për të cilën e kanë ditë edhe krerët tanë që do të burgosurin, por e kanë bërë për hir të Kosovës. Sepse, po mos t'ishte krijuar kjo gjykatë kur një rezis, si që potencon edhe vetë presidenti Hashim Thaçi, nuk do t'i hiqej Kosovës. A është e saktë kjo? E kanë ditë apo se kanë ditë? Kjo për mu shën aq shpesh. Me rëndësi është që aprovimi i kërkesës për gjykatën speciale ka qenë pozitiv dhe i domosdoshëm për të dëshmuar para botës që populli shqiptar ka bërë luftë drejtshmëtare e jo luftë terroriste. Nuk ka cenu interesat asnjë populli tjetër, asnjë shteti tjetër në përmbajtje. Përkundrazi ka punu për rivendosjen e drejtësisë edhe nacionale,
nga padrejtësi që ka ndodhur qysh në Kongresin e Londrës atje, kur është ju nda trojt tokat shqiptare. Kështu që mbrojtja atyre, thash edhe njerë, është mbrojtje e historisë tonë. A po bon? Bota nuk ta beson ty që ki bo luftë qëllimtare përderisa udhëheqësit tu kryesor që i shpall terrorist me vendim gjykate. O kry kjo muhabet. Ta zonë që ata pavarësisht çfarë motive kanë pasur, çfarë kanë vepruar, çdo dënim i tyre është i dëmshëm për ne. Si është e mundur që edhe intervenimi i NATO-s është bazuar kryesisht në këto personalitete dhe në këta njerëz është po edhe lufta e drejtë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. E sot ata të gjykohen, kjo do të ishte edhe një grusht i madh edhe për intervenimi i NATO-s nuk do ndodhte pa luftën shqiptare në Kosovë. Asnjëherë. Nuk do ndodhte sepse nuk do të krijoheshin rrethona edhe argumente për fuqitë ndërkombëtare, për NATO-n, për sulm ushtarak. Sepse Miloševiqi shumë herë i ka thonë Holbroogut edhe diplomatëve tjerë që kanë qenë vizitat në Beograd në atë kohë. Sa vetë vdesin në Amerikë për juve për i rastet, ndryshme kaq, po të na po dolin ma pak, një vrasje atje, një këtu, një atje. Po është kjo logjike. Derisa ata i kanë kërku krimin i misioni, që me verifiku vetë gjendjen. Dhe krimi i ati misioni ka qenë vendimtar, që ai direkt përfaqësuesi i tyre ta deklaroi para botës që ka ndodhur në Raçak. Dhe ata edhe Miloševiqi mos më mujtë me thonë që po të rajnë shqiptarë që po plasim. Dhe jam musliman, nuk më rajtë jam, sa i me rogën prej me. Kështu që dhe më thonë, ajo gjendje masakrav që shumë kush munohet me rrit ose me kriju një mentalitet që ata kanë merita, jo këta që kanë luftu, është krejtësisht i pa bazë, jo shkencor. Se pa luftën nuk ishin ndodhur masakrat. Pa masakrat si ndodhë intervenimi, kjo është krejtësisht e natyrshme. Në të gjitha trojet shqiptare janë organizu protesta, ose më mirë të thëmë, tubime për të kërkuar drejtësi. Nuk kanë kërkuar mëshirë, nuk kanë kërkuar që të fajsohet kjo gjykat, po kanë kërkuar drejtësi. Tash edhe me 17 shkurt, është paralajmëruar dhe protesta, ndoshta po shpresoj me fundit, në Prishtinë, që të krijohet drejtësi për krerët të ushtrisë shqiptare të Kosovës. A është bërë mjaft nga vetë populli deri me tash, edhe sa ka bërë shteti Kosovës për të ndihmuar këtë padrejtësi që po bërë? Jo, nuk është bërë mjaft as nga populli, po popullin s'më ta fajsojmë sepse varet prej mekanizmës se sa punojnë në organizimin e atij populli për të manifestuar publikisht mbështetjen dhe përkrajen morale politike të drejtuesve të UÇK-s që sot padrejtisht janë hak për shtetin, po se po shteti urdhërohet të bëjë veprime konkrete siç kanë vepruar për shembull shtete të tjera si Kroacia, ta zonë. Ajo ka siguru logjistikën, mbrojtje, dokumentacione, ka bërë gjitha veprime që mund të bëhen për të nxjerrë papajshëm të akuzuar e luftës serbo-kroate. Këtë gjë nuk e ka bërë qeveria e Kosovës, as institucionet tjera të Kosovës. Bile as Partia Demokratike nuk ka tregu vullnet mjaftueshëm për të u angazhuar aq sa kërkohet, se s'them që s'ka bërë asgjë, që Hagës t'i tregohet që ne si popull jemi me ta, paktën si parti jemi me ta. Kam
informata se ekziston një grup brenda Partisë Demokratike të Kosovës, e cili ai grup mirret kryesisht me të gjitha rrethonat si vazhdon procesi në grupe komisione. Po pajtona plotësisht me ty se si parti është dashur me qenë shumë më kauza numër 1 është dashur jetë. Kauza numër 1 e pandërprerë e përditshme. Në çdo forcë politike që i burgos lideri i tij, mos lideri historik, që është jo vetëm formosa partijake, po edhe shtetërore kombëtare, ti nuk tregon vullnet të mjaftueshëm dhe justifikon se mos po i dëmtojmë atje. Absolutisht nuk ndodh asnjë lloj dëmtimi, përkundrazi gjykata merr parasysh se këta njerëz mbështeten nga një populli tonë. Kjo ka ndodhur me nënshkrimet që i kanë shku Amir Rustemit dhe ajo ka qenë vendimtar në shpalljen e pavajsisë tina, që është bërë në emër të interesave të popullit. Fatkeqësisht po flasim tash për një grup kur e ndon Partinë Demokratike. Por për mua kjo do të ishte ashtu si duhet do të ishte që të gjitha subjektet njësoj, pa marrë parasysh cilit subjekti takon duhet të përkrahej, sepse ata nuk janë të mbrojt as vetëm ÇK-n, as vetëm vetveten e tyre. Kjo është mbrojtje e shtetit të Republikës Kosovës, sepse po të shpallet fajësia, do të fajsohet e gjithë Kosova. Padyshim që ajo është në radhë parë interes kombëtar, që thash disa herë më përpara, në këtë drejtim, përveç vetëvendosjes, partitë tjera nuk kanë treguar mungesë totale të interesit për të mbështetur. Ne dimi edhe rastin e përparimi të kryetarit të LDK-s Prishtinës, pjesëmarrjen e tij, asistencën, ndihmën për krahjen që i ka dhënë për partitë e luftës, ato tashmë dihet që prej fillimit kanë dhënë deklarata mbështetëse dhe kanë marrë pjesë në të gjitha manifestimet për mbrojtjen e tyre në Hagë. Vetëvendosja natyrisht ka shikuar interesat e ngushta partijake, jo pse s'është më patriotë se LDK ose se forcat tjera politike, po duke shikuar interesat partijake të ngushta, gjithmonë bie në grackën e dëmtimit të interesave të shtetit, sepse janë dy interesa të papërputhshme njëra me tjetrën. Inshallah nëse bën politika populiste, nëse një forcë politike nuk bën politika populiste, ajo tërë përputhet edhe me interesin kombëtar, sepse në fundit Partia Demokratike janë për të realizuar qëllimet e kombëtare të shtetit të Kosovës. Në atë moment që unë jemi bindur që për dëmtoj shtetin e Kosovës duke qenë pjesë e një partije cila dhe qoftë unë të rishnë me njerë, sepse nuk duhen 40 vjetë sakrifica, mi hedhë poshtë për shkak të interesat klanore, partijake, personale tjera dikuj tjetër, se që kom bërgjë s'kujt. As kujt si kom bërgjë, që unë të shbrapoj pas tyne. Prandaj edhe nuk më honepsin mua shumë në parti, sepse kërkohet vazhdimisht një dëgjueshëm me cervel që vrapojnë për interesat të dikujt, në i klani ose grupi ose individi. A jeni mendimit, po tom tim, që subjektet politike në Kosovë ose shqiptarët nuk e kanë kuptuar mirë pluralizmin politik. Mendoj se sa i përket anës së brendshme në shtet, të krijohen partitë do të veprojnë si të dojnë ose të kundërshtojnë njëra me tjetrën, por kur është në problem çështja e shtetit, kur është problem çështja nacionale, atëherë do të veprohen në mënyrë unike. Tash e kemi një problem shumë të madh para vetës, sepse unë mendoj se tash pas krijimit të ekzekutivit dhe institucioneve tjera, do ta kemi një përballje shumë më të ashpër nga ndërkombëtarët për dialogun. Si e pret ti përfundimin e këtij? Shiko, unë nuk jam që forcat politike mos bëjnë luftë të zjarrt politike njëra me tjetrën.
sidomos opozita, që do gjithmonë tjetë ofanzive, për ndryshe nuk mund quhet opozitë. Një ekipi DAP do të sulmoj për të barazuar rezultatin, jo të mbrojt, se duke mbrojt e sigurisht vetëm humbje, jo fitore. Këtë kuptim, opozita aktuale ka tregu mungesë koherence, mungesë parashikueshmërie dhe mungesë vullneti, sepse kërkohet edhe sakrificë kur bën politikat e tilla. Po nuk kanë ngritur kauza. Ato duhet të bën mbi bazën e argumenteve, jo mbi bazën çka në pazari, çka veprove vendosja kryesisht. Kanë vepruar për të tjera politike, po kulmin e kësaj politike e ka mbërri vetëvendosja, vetëm në atë stil. Me këtë stil që unë duke vepruar opozita nuk e ndihmon jo veç arritjen e suksesit për marrjen e pushtetit nga unë atyre. Po dhe vetë interesat e shtetit dhe të kombit. Sepse toleron veprime jashtëligjshme, korruptive, deformuese në shtetin e Kosovës, që lën përparimin e saj. Tash krijimi i institucionit që thotë ti, e thamë edhe në fillim të këtij emisioni, është një prej faktorëve themeltar të gjitha rezultateve pozitive për ta në vend. Nëse kuptova pyetjen. Qashtu. Edhe kompromisi në kësi raste është pozitiv, nuk është oportunizm. Është shumë pozitiv. Si isha për shembull unë që Partia Demokratike, në rast se Lumir Abdigjiki ngul këmbë për kryeministër, patjetër, për krijimin e qeverisë nga una e ish opozitës, jepja, sepse ti po pengon të keshi më të madh, nëse është e keshi vetë po e deklarancë. Në duke thënë që Albin Kurti ka putur një rrezik të jashtëzakonshëm vendin. Në anë tjetër që i zoti më morë vesh edhe me bolshime dhe jo parimore me kolektu opozitar, kjo tregon që ti nuk e ki seriozisht, ti nuk jeti fol me vetdije. Dhe ti je realisht i mashtru masën me fjalë tua. Edhe pse s'ka pas asnjë lloj mashtrim, po që ky marrë të krijohet aty. Nderuara Kemurina, jemi në përfundim të këtij emisioni. Shkoj shpejt. Ke diçka për të më thonë? Ke diçka që nuk e kemi prek në këtë temë, por që ti ki dëshirë t'i thuash shikuesve të televizionit Syri? Shikuesve të televizionit, sidomos shikuesve të Mërgatës, sigurisht e ki parasysh. Unë kam një mesazh që Mërgatat përmbasat është e mundur në raportet me popullin brenda në Kosovë, sepse qëllimi i partive, sidomos ato që kanë thjesht primare, vetëm marrjen e pushtetit politik, është përqarja e popullit, se vetëm nëpërmes përqarjes siguron klientel edhe elektorat, sepse ai duke mos pas argumente tjera, atëherë fut i nate. A i në kriju veç përqarjet brenda Mërgatës? Po i në kriju, veç në qoftë se na dojmë me mshep. Në qoftë se gjykojmë se është ma mirë të mos deklarojmë, po unë menoj që duke mos morë me problem nuk gjithë problemi. Problemi gjithë duke morë me ta. Edhe ky problem i ngritur artificialisht normal, po shumë i domshëm të interesat vendit, është problem që duhet me zgjidh, por kjo nuk bëhet ndryshe përveç që duke ndryshuar qasjen politike, edhe duke luftuar interesat e ngushta cilat qojnë në përqarje të popullit tonë, në jashtë, mrena, dreni, dugagjin, lape, tjera, të në llojet. Sepse i keqi ty mund me të morë votë, ty thonë
ajo mahall është kundër ti, e kandidatu e asaj mahalla, ata kanë folë keq për ty, e tjera, dhe ti prej note, shfrytën e note, për më votën mu. Kështu veprojnë partitë politike, po kulmin e ka që vetëvendosja. Urojmë që qytetarët tonë, më në fund, të kuptojnë, të vetëdijsohen se përçarjet nuk na çojnë askund, se përçarjet janë ajo pikërisht ka e don Serbia. Kështu që deshtëm apo s'deshtëm, nëse ne përçohemi me zveti, ne po veprojmë edhe po punojmë pikërisht për Serbinë. Andaj kjo është një thirrje cilës ju kam friguar edhe para zgjedhjeve, por fatmirësisht nuk ndodhi asgjë e keqe, por të veprojmë së bashku. Së bashku jemi të fuqishëm, së bashku mund të mbrojmë edhe shtetin, edhe të gjithë të drejtën e shtetit Republikës Kosovës. Shikues të nderuar, ishim një orë drejt për drejt në televizionin Syri bashkë me veprimtarin e çështjes kombëtare, njeriu që tërë jetën i kushtoi çështjes kombëtare, Haki Morina. Unë e falenderoj Hakiun që ishte me mua sot në emisionin bashkë me Sali Sefën dhe uroj që të takohemi edhe herave tjera, uroj që pas një procesi të gjatë, të stërgjatur, ka ardhur koha të përfundoj dhe të thras Haki Morinën në emision kur krerët e ushtrisë shërimtare të Kosovës i lirohen nga ai vend ku janë dhe janë të pafajshëm. Kështu që pafajësia do të jetë Republika e Kosovës. Shikues të nderuar, këtu po e përfundojmë, duke e falenderuar edhe një njeri që nuk e pat në skenë, por ai është gjithmonë me ne dhe ai punon atje ku duhet, Zotin Musli Sahiti. Natën e mirë dhe miru pafshim në emisionet e radhës.